procedura standarde, kur shkon urdhri i drejtorit, ai do marr rrogën të hajbuk. Po të intervistoni ju gazetarët, të paktën 10 punonjës policie në sistemin e burgjeve dhe në sistemet e paraburgimeve, do t'i shikoni që ata realisht janë të burgosur. Por, në konceptin e logjikës tyre, ata janë shërbëtor. Edhe të burgosurve, po janë shërbëtor edhe të drejtorave, të shefave. Pa ato janë 2 herë shërbëtor. Janë njerëzit më të përsekutuar që mund të ketë Shqipëria sot në ditët e të ashtu quajtës demokraci. Ju më pyetët për botën, ati ka procedura standarde, që nga dhomat e shoqërimit, kur e shoqërojnë, kategoria e personit, për shembull një politikan nuk futet në një dhomë shoqërimi me beton, e veshur me beton. E kanë të veshur me ku shkoi dhe ministri në qeli. E kanë të veshur me sfungjer. Unë i kam vizituar dhomat e shoqërimit, dhomat e paraburgimit dhe vendet e vujtjes dënimit. Pse ndodh kjo? Një hajdut mund të shoqërohet në një dhomë ku ka se ai hajduti dhe vrasi nuk shkon ta godas murin me kokë, edhe të mys veten, sepse atë jetë ka ngritur. Po një politikan që mund të bie aksidentalisht në burg, ose një profesor, ose një inxhinier. Mund të jetë më i dobët, po thonë ju, për të përballuar psikologjikisht, edhe ai mund të kryejë akteve të vrasje, po t'i jepet mundësia, sepse e vuan atë çka ka bërë, qoftë edhe për shkak të pakujdesisë. Dhe trajtohen, kanë procedurat ndryshme. Por ku vjen puna për problemet e sigurisë të procedurave standarde, kontrollohen të gjitha një lloj, edhe për politikanin, edhe për inxhinierin, edhe për doktorin, edhe për vrasin, edhe për atë të trafikantin e drogës. Dhe atje nuk ka me telefonuar. Mundet të ndodhë në një vend të Bashkimit Evropian që një ministër, një deputet të marrë punonjësin e policisë ose oficerin e policisë dhe thotë jepja patentën djalit Basirit ose djalit Shemsiut, nuk ndodhë. Nuk pranohet. Nuk pranohet. Ne jemi koshient të gjithë shqiptarët në vitin 2018, kur u mblodhen parlamentarët, se dje i pash duke qarë, kemi qarë gjithë për fatkeqësinë e Durrësit, dhe çuditërisht të gjithë, nga ta u lanë balla, tek Ulsimania thoshin kjo kërkon një ndëshkim të rëndë. Ndërkohë që kur e patën dorë ndryshimin e kodit penal, nuk e bën të hiqet patenta, sepse ato ditë kishte ndodhur një ngjarje që i kishte shkaktuar djali i një deputeti, apo djali i një zyrtari të lartë shtetit, dhe e lanë që jo, nuk të hiqet patenta. Jo, të paguaj 2 fishje gjoba. Po kush nuk është dakord, edhe Basiri dhe i mor lek të borxh, vetëm mos i hiqet patenta. Për parkim duhet shkosh në burg. Për parkim dysh do shkosh në burg, thot Ulsiu, me taulantin, për parkim, që ti pin raki, pin drogë dhe drejton makinën, edhe mund të bësh dhe aksident, do pagush gjobë 2 fishe. E kupton tani logjikën e juristit Ulsimania, që vetëm e ka nxirr me gjitha ligjet që ka drejtuar edhe si ministri i drejtësie dhe si kryetar i komisionit